Sot do t'ju flas për të gjithë ju që jeni të lindur në muajin prill, dhe këto informacione janë marrë nga informacionet e jashtëzakonshme për analizën e artës së evolucionit të shpirtit që mund të bëjë me ditën e plotë të lindjes, po sot do flasim pak gjëra për muajin prill. Ndaj, nëse je lindur në muajin prill, dëgjoj me vëmendje dhe më komunikoni dhe komentoni këtu që a vërtet jeni këta tipa njerëz dhe keni këto cilësi dhe virtyte. Nëse dëshironi të bëni analizën e artës të evolucionit të shpirtit që bëhet një herë në jetën tonë, është busull vërtet për t'ju ndihmuar që të njihni më tepër veten, për të bërë analizën e karakterit tuaj, kur jeni në plus, në minus, kush janë talentet tuaja, cilat janë profesionet që duhet të bëni ju, edhe në çfarëdo moshe që jeni akoma, dhe nëse si keni bërë, keni kohë për të ndryshuar, asnjëherë nuk është vonë, dhe si me lehtësi mund të sillni parat në jetën tuaj, si mund të zhbllokoni kanalin e hyrjes të parave, si shumëfishohen ato dhe si balancohen. Në të njëjtën kohë mund të mësoni kush është partneri juaj ideal, në çfarë dite pikërisht është lindur, si të silleni me të, dhe çfarë ju pengon atë zhvillimin tuaj personal. Dhe gjithashtu mund të mësoni gjën më kryesore, që pse ka ardhur shpirti, destinacionin e shpirtit nga dita e lindjes, të zbritjes këtu në tokë dhe derisa të iki shpirti. Dhe gjithashtu destinacionet personale nga mosha 20 deri në 40, çfarë duhet të bëni ju, dhe pasaj destinacioni shoqëror ose social, çfarë keni mësuar deri në moshën 40 dhe çfarë kërkohet të jepet për shoqërinë, që neve të jemi në balancë dhe në ekuilibër, sepse shpirti nuk ka ardhur kështu thjesht. Në të njëjtën kohë mësoni për karmën, që është dhe kjo pika kryesore, një nga fushat kryesore që bëhet analiza e artës të evolucionit të shpirtit, që ti ke bllokime në këtë jetë. I ke sepse nuk di çfarë karme ke sjell, çfarë mësimi po bën në këtë jetë dhe kush është misioni juaj. Këto të dyja janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, ndaj është e nevojshme nëse nuk arrin të bësh të gjithë analizën e artës për shkak të parave që nuk mund t'i kesh në këtë moment, mundet të bësh të paktën këto dy fusha, që të shikosh si mund të shkosh përpara. Në të njëjtën kohë mund të mësosh kush janë tendencat e shpirtit tënd të sëmundjeve që mund të jenë trashëguar nga paraardhësit, dhe më tepër arta na mëson analiza si të dalim nga ato. Ndaj i themi është busulla. Mund të mësosh çfarë të sjell ty në depresion dhe çfarë duhet të bësh që të dalësh. Pse të bllokojnë paratë dhe si të dalësh nga ato, çfarë duhet të bësh të zhbllokosh paratë. Në të njëjtën kohë, kush është frika jote më e madhe, dhe kur je në frikë si sillesh ti me njerëzit e tjerë, dhe si mund të balancosh frikën tënde, dhe shumë informacione të jashtëzakonshme të tjera. Në të njëjtën kohë mund të mësosh me artën, analizën e artës dhe artën e vitit, nga ditëlindja në ditëlindje. Mund të bësh dhe karmën e ditës, do mësimin e ditës. Mund të nxjerrësh energjinë e vendit që ke lindur, që je rritur, atje ku jeton, nëse ishe në Shqipëri dhe ke shkuar në Gjermani, në Itali, kudo që t'jesh, sepse dhe atje t'indikohesh nga ajo tokë, nga ajo vend që ke ikur. Në të njëjtën kohë mund të gjesh ditën që të hapësh një biznes, të fejohesh, të martohesh, ditën e një hyrje në shtëpi ose një fillim pune të re. Në të njëjtën kohë mund të mësosh dhe sa mund të komunikosh, dhe ai është ai partneri që ke zgjedhur, ose një partner që ty të pëlqen ose ai të pëlqen ty, në ku do arrini të jeni ju të dy në marrëdhëniet me njëri tjetrin, a do arrini të thoni po në të dy, a do arrini të bashkëjetoni, a do të mund të mësosh nëse do arrish do bashkëjetosh me partnerin tënd, dhe kush do jetë personi që do sjelli parat në shtëpinë tuaj,
dhe fëmijët që mund të bëni dhe çfarë duhet të bëni që të mos mbani sekrete njëri tjetrit dhe si mund të thoni po tek njëri tjetri. Se çdo gjë, sidomos partnerët janë personat pasqyrë tek ne që na ndihmojnë në evolucionin e shpirtit. Ndaj e kam quajtur dhe këtë teknikë të evolucionit të shpirtit, analizë e artës të evolucionit të shpirtit. Sepse ne si shpirt kemi ardhur të bëjmë evolucionin këtu, nuk kemi ardhur vetëm të punojmë, të ambuke dhe të flejmë. Kemi ardhur për gjëra më të mëdhaja. Prandaj është e nevojshme për të gjithë ju që më dëgjoni që të arrijë i madh dhe i vogël të bëj atë analizën e artës të shpirtit. Në të njëjtën kohë keni mundësinë që në datën 30 dhe kushtëdoj dhe më parë të arrijë të marrë këto informacione të jashtëzakonshme me mënyra të ndryshme. Do të thënë fillon trajnimi i personave që duan të marrin certifikatë të 3 niveleve që i mëson të gjitha këto njohuritë që ju thash pak më parë dhe më tepër akoma sepse duhen orë të tëra që t'i bëjmë analizë. Mund t'i mësoni për veten tuaj, për familjen tuaj. Vetëm kërkoni që të merrni pjesë në këtë trajnim dhe ju që doni të merrni certifikatë, fillon në datën 30 mars. Ju pres të më shkruani në privat, në qoftë se jeni të interesuar për të ditur dhe pagesën, sepse do kemi pagesa të ndryshme. Gjithashtu keni mundësinë të gjithë juve që nuk keni kohë të merreni dhe të jeni në trajnim ndërmjet platformës Zoom, që të merrni materialin dhe me video të përshtatshme që janë të përgatitura, t'i mësoni në shtëpinë tuaj në çdo orë të ditës tuaj që të arrini të keni 1 orë me 2 orë në ditë që të arrini të mësoni. Dhe për më tepër do bëjmë pastaj seanca private bashkë që të arrijmë të shikojmë në çfarë niveli jeni. Këto nga ana ime dhe dëgjoni tani ju që jeni të lindur në muajin prill. Je i lindur në muajin prill. Muaji prill është muaji i shpresës të rilindur. Është një muaj i shënuar nga premtimi për një jetë të re dhe një fillim të ri. Nëse lind në prill, mbart brenda vetes fuqinë e ripërtëritjes dhe frymën e ringjalljes që sfidon të pamundurën dhe frymëzon ata rreth teje të besojnë në transformimin. Prilli është muaji kur natyra zgjohet dhe bota është e mbushur me ngjyra dhe jetë pas muajve të ftohtë. Ndërsa natyra lulëzon përsëri, ashtu edhe ti mbart brenda vetes dhuratën e rinovimit të asaj që duket e humbur, duke u ngritur në shpresë aty ku ka dëshpërim. Ky është thelbi yt, të jesh një fener dritë në errësirë. Dikush që nuk pushon kurrë së besuari se gjithçka mund të ndryshojë dhe se e reja mund të jetë gjithmonë një mundësi e re. Ky është akti i ringjalljes, një thirrje për të besuar në mundësinë e rinovimit dhe për të shfrytëzuar të tjerët të ngrihen përsëri. Kur ata rreth teje fillojnë të humbasin besimin, ti je ai që ofron fjalën e inkurajimit dhe kujton se e nesërmja gjithmonë sjell një mundësi të re. Prania jote është një shenjë se e pamundura është e mundur dhe rinovimi është gjithmonë brenda mundësive tona. Këto pak a shumë për muajin prill. Tash për më tepër informacione mund të komunikoni të bëni artën tuaj private dhe për të ditur. Dhe në qoftë se doni informacione më të tepërta dhe të filloni një fillim të ri në zhvillimin tuaj personal, Agenda Magjike është një udhëzim i fuqishëm i zhvillimit personal. Keni dhe materiale të tjera që janë të shqyrtuara këtu dhe mund t'i them. Në të njëjtën kohë, Agenda Magjike është udhëzuesi i zhvillimit personal, është një libër frymëzues që të fton në një udhtim transformues drejt vetzhvillimit dhe zbulimit të potencialit tënd të plot. Me një përkushtim të ndjerë ndaj 3 shpirtave që nuk janë mes nesh, sjell qasje unike për t'i dhënë jetës më shumë kuptim dhe balancë. Kjo agent është një mik dhe udhërrëfyes që të ndihmon të ndërtosh një jetë të re me pozitivitet, motivim dhe realizim të qëllimeve personale. Një shoqërues i domosdoshëm për të gjithë ata që kërkojnë frymëzim dhe hapa praktike për të jetuar me shumë ndërgjegjshmëri dhe magji të përditshme. Do ta gjeni nga rafti magjik dhe kushton vetëm 12 euro në Shqipëri, në Tiranë tek Pallati me Shigjeta.
te biblioteka dhe në Kosovë tek libraria Bozuki. Ju përshëndes dhe ju